Unë dëgjoj përshpëritje nëpër korridore dhe pyes veten nëse po flasin për mua. I shoh tek qeshin dhe e di që po më gjykojnë. Unë kur nuk kam për të qenë e famshme si të tjerët në shkollë, kur nuk kam për të gjetur vendin tim midis tyre, kur nuk kam për t'i bërë gjërat si duhet. Këtu ka shumë presion. A ka ndonjë gjë që nuk shkon me mua? Mesazhi i asaj që duhet të bëhem është i fortë dhe i qartë. Ti duhet të marrësh notat më të larta, pikët më të larta, sepse ato do të përcaktojnë vazhdimsinë e jetës tënde. Aftësia jote përcaktohet nga ato që arrin. Kontrollo peshën tënde. Ti duhet të jesh e dobët. Mos ha më shumë se ç'duhet, sepse rrobat e tua do të tregojnë çdo kile të tepërt. Ata vënë re çdo centimetër të trupit tënd. Ti dëshiron të jesh pa të meta apo jo? Ti duhet të jesh mbi vajzat e tjera dhe duhet të jesh joshës e përdjemët. Vish rrobat e duhura të blera në dyqanet e duhura, përdor tualetin e duhur dhe ata do të të vënë re. Por, në fakt ti je krejt vetëm. Askush nuk interesohet për atë që ti je në të vërtetë. Ti je pa vlerë. Por pastaj unë mendoj se si duhet të ishte bota nëse vajzat nuk do t'u avinin më veshin mesazheve të tilla dhe do të fillonin të dëgjonin të vërtetën. Po sikur ne të dinim vlerën tonë të brendshme dhe çfarë do të ndodhte nëse imazhi ynë nuk do të bazohej vetëm në reflektimin tonë të jashtëm. Çfarë do të ndodhte nëse ne e ngrejmë veten mbi status quo-n? Unë dua të ndjej që më duan dhe kujdesen për mua. Unë dua të ndjej që vlej për diçka. Gjithçka që shoh dhe dëgjoj më thot me zë të lartë që nuk kam vlerë. Unë nuk dua të lëndoj apo humbas akoma më shumë veten time, duke u përpjekur të bëhem dikush që nuk jam. E vërteta për vlerën tonë si vajza nuk reflektohet vetëm në pamjen e jashtme. Çfarë do të ndodhte nëse hedhim poshtë zinxhirët që na lidhin me imazhin tonë të shtrembruar për veten dhe të kuptojmë identitetin tonë të vërtetë, i cili është ndërtuar brenda vetë zemrave tona. E vërteta është që ti je krijuar me një identitet i cili nuk mund të kapet në një fotografi apo të përshkruhet nga një titull. Ai nuk mund të përcaktohet nga asnjë njësi matse dhe as nga ndonjë status shoqëror. Ai ndodhet brenda zemrave tona. Ai i mbush mushkëritë tona me jetë. Rrënjët i ka thellë në gëzim, miqësi, guxim dhe dashuri. Ne duhet ta zbulojmë këtë identitet. Ne duhet të gjejmë vlerën tonë të vërtetë. Ne duhet të gjejmë kurajon të ngrihemi mbi gënjeshtrat që na kanë penguar për një kohë shumë të gjatë. Dhe ne mund ta arrijmë këtë. Le të ngrihemi lart.